Finalja e kampionatit botror me Spanjës dhe Argjentinës nuk solli emocione vetëm në fushën e futbollit. Në studion e një emisioni vëmendjen e rrëmbyen Eliona dhe Klodi, të cilët folën hapur për marrëdhënien e tyre, momentet romantike dhe komentet që qarkullojnë për çiftin. Gjatë emisionit, Klodi u përball me një sfidë të organizuar nga moderatori. Ndërsa realizonte ushtrime fizike, ajo duhet t'u përgjigjej pa hezitim disa pyetjeve ngacmuese për historinë e dashurisë me Elionën. I pyetur se kur e kuptoi se ndjente diçka më shumë se shoqëri për të, Klodi zbuloi se afrimiteti mes tyre kishte nisur që gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Kosovë. Ai tregoi se Eliona ka qenë gjithmonë një person pranë të cilit është ndjer mirë, ndërsa dalja nga formati u dha më shumë hapësirë për ta njohur njëri tjetrin larg kamerave dhe presionit të lojës. Nuk ishte vetëm një moment. Kur moderatori i emisionit këmbguli për të mësuar momentin e saktë kur zemra i bëri bam, Klodi pranoi duke e buzëqeshur se ndjenjat nuk kishin lindur nga një episod i vetëm. Sipas tij, afrimiteti ishte zhvilluar gradualisht dhe ishte forcuar pas daljes nga shtëpia. Eliona ndërhyri duke theksuar se tashmë ka kaluar mjaft kohë dhe se marrëdhënia e tyre është pjekur dita ditës. Klodi tregoi se te partnerja e tij vlerëson veçanërisht sinqeritetin, thjeshtësinë dhe besnikërinë, cilësi të cilat sipas tij kanë bërë lidhjen e tyre më të fortë. Megjithatë, ai nuk i kurseu as batutat për disa prej zakoneve të saj. Ai shtoi se Eliona vonohet pothuajse gjithmonë dhe se organizimi i saj është një tmerr i vërtet. Deklarata shkaktoi të qeshura në studio, ndërsa Eliona u ngrit me shaka dhe ju afrua duke i thënë: "Për mua ti kështu, hë?" Moderatori ndërhyri me ironi duke i thënë Klodit se pavarësisht kritikave e rregulloi mirë muhabetin. Ndërkohë Klodi gjeti rastin të i përgjigjej të gjitha fashëthemeve. Në fund të sfidës çifti u përball edhe me komentet sipas të cilave Eliona është më e përfshirë emocionalisht, ndërsa Klodi qëndron me të vetëm për interes. Ai dha një përgjigje të prerë duke thënë se nuk shqetësohet nga këto pretendime. Klodi u shpreh se njerëzit që merren me jetën dhe interesat e të tjerëve shpesh janë të pakënaqur me realitetin e tyre, ndaj ai preferon të mos u kushtojë rëndësi fashëthemeve. Me batutat, sinqeritetin dhe kimin e shfaqur në studio, Eliona dhe Klodi treguan se din të i përballojnë me sportivitet si pyetjet provokuese, ashtu edhe komentet që qarkullojnë për marrëdhënien e tyre. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.